Apeli i gjykatës së posaçme ka lënë në fuqi masën e arrestit me burg për Samuel Troshanin dhe Izmir Sakicën, të arrestuar për përplasjen me armë zjarri në gusht të vitit 2024 në Rancë të Bushatit. Dy të rinjt ishin të shpallur në kërkim dhe u vetdorzuan në policinë e Shkodrës më 25 janar. Në kërkim për sulmin me armë në Bushat vijojnë të jenë Franco Leka dhe Aleksandër Prendi. Ndaj tyre është ngritur akuza e grupit të strukturuar kriminal. Sipas SPAK, Samuel Troshani, Izmir Sakica dhe Franco Leka, në bashkëpunim me persona të tjerë të pa-identifikuar, janë nisur të organizuar me mjete të blinduara në drejtim të fshatit Rancë në njësinë administrative Bushat. Ata kanë qenë të armatosur dhe ka dyshime të arsyeshme të bazuara në prova se kanë shkuar në këtë zonë me qëllim vrasjen e prindit dhe familjarëve të tij, banor të kësaj zone. Në kohën që ata kanë qenë duke kaluar në këtë zonë, janë qelluar me armë zjarri nga Prendi. Dhe sipas SPAK, nga provat e siguruara në vendin e ngjarjes, rezulton të ketë patur shkëmbim zjarri, pasi janë konstatuar gëzhoja të ndryshme në vendin e ngjarjes, por shkaku i përplasjes ende mbetet mister. Njëri nga mjetet me të cilën kanë lëvizur personat nën hetim është dëmtuar si pasojë të shtënave në vendin e ngjarjes. Ai ka rezultuar i paregjistruar në pronësi të panjohur dhe me targa të huaja, të cilat nuk i përkojnë ndonjë mjeti. Ndërkohë SPAK ka ushtruar më parë kontrolle në disa banesa dhe ambiente në qytetin e Shkodrës, të cilat dyshohen se përdoren si baza për strehimin e personave nën hetim ose si vende ku mund të gjenden prova për vepra penale, të cilat pohetohen nga prokuria e posaçme.